Armando Broja ka luajtur pak minuta me David Moyes si trajner i Evertonit. Lojtari i kombëtares shqiptare është rikuperuar plotësisht nga dëmtimi dhe pritet t'i besohen më tepër minuta nga tani e tutje. Evertoni do të përballet të shtunën me Arsenalin dhe pas fjalëve të Moyes ekziston mundësia që Broja ta nisë titullar këtë ndeshje. Mendoj se ka shumë kualitet të mirë dhe aftësi. Ka shpejtësinë po ashtu. Mendoj se duhet t'i japim një mundësi që të tregoj se çfarë mund të bëjë, u shpreh Moyes në konferencë për shtyp. Goli me Evertonin i mungon Brojës. Shpresat janë të vijnë në momentin kur të ketë më tepër hapësirë. Pas kthimit nga dëmtimi, Armando Broja luajti pak minuta me Evertonin para se të grumbullohej me Shqipërinë për 2 ndeshjet e para të kualifikueseve të botërorit. Me Anglinë Broja u aktivizua nga stoli ndërsa ndaj Andorrës e nisi takimin si titullar dhe në fitoren 3-0 të kombëtares sulmuesi i Evertonit dha një asist.